për drejt apo të cilët do të jetë me pasojë fatale, në kuptimin e jo të dyshueshme për të, por ta zgjas sa më tepër këtë konflikt në mënyrë që të rrisë kostot e mëdha të luftës. Ne kemi parasysh opinioni publik dhe jo vetëm është shumë i ndjeshëm ndaj ndaj këtyre kostave dhe pikërisht nisur nga kjo strategji dhe Irani synon çfarë të forcojë si dhe kapacitetet e saj mbrojtëse, i përmirësoj ato për të dhënë mesazhet që unë jam në gjendje t'ju përballoj, ta zgjas sa më tepër këtë konflikt i cili nuk është i dëshirueshëm për askënd. Sepse SBA ka dëshiruar si punë një korrë fitore të menjëhershme të arritjen në objektive në mënyrë sa më të shpejtë, gjë e cila nuk janë përmbushur, si e tillë ka rënë në të kurthin asaj që quhet një luftë pa krye ku s'ka një strategji dalësit për përfundimin e saj. Zoti Lezi, pse Irani tashmë po investon në armë të lëvizshme kundër ajrore dhe jo vetëm në sisteme të mëdha mbrojtëse dhe mendoni se treguan sulmet e fundit se sistemet ekzistuese iraniane nuk ishin të mjaftueshme për të mbrojtur objektet strategjike? Po, patjetër i nderuar, do të thotë që lufta tham që të konsumon edhe si tillë përballë kësaj zgjatje, përballë kësaj konsumimi, se ke fakti që u ra ishte target i goditjeve të herpashershme të sulmeve ajrore, e cila një numër i madh bazash apo arsenale armatimesh edhe u goditën, dhe qarë shenjë dobësimin e infrastrukturës mbrojtëse dhe logjistike të Iranit, dhe ishte e detyrueshme që të kishte një bazë mbështetëse dhe furnizimit si për të dhënë mesazhin e frymarrjes e ripërtritjes, por dhe vazhdimit të kësaj luftës dhe aftësisë së raguse. Dhe për këtë arsye këto furnizime janë po themi të rëndësishme në kuptimin e asaj të cilët për Iranin janë domosdoshme, por asgjë nuk është rastësishme. Këto janë pjesë e marrëveshjeve të mëparshme të cilët kanë dalë në pat tashmë në një moment të rëndësishëm të këtij konflikti. A mund të pengojnë, zoti Lezi, raketat kineze sulmet nga avionët modern amerikan dhe izraelit, apo nga ana tjetër janë vetëm një shtresë shtese e mbrojtjes? Pa tjetër i nderuar që kjo është kuptohet që Kina ka një teknologji të avancuar për sa i përket industrisë luftës dhe asaj ushtarake. Kemi parasysh që gjeopolitika ushtarake e Kinës është e tillë sa që ka kap majat e këtij zhvillimi në aspektin e teknologjisë armëve, po themi atyre ajrore, sistemit të mbrojtjes raketore, atyre ushtarake, në gjithë aspektet, dhe është konkurruesme për sa i përket edhe me SBA-n, dhe si tillë këto kapacitetet dhe ndihmë që i vjen Iranit është diçka tan shumë me vlerë dhe është garanton një farë mënyre edhe gjithë aspektet e saj në kuptimin e mbrojtjes këtij sistemi i cili është i dobësuar për hir të vërtetës. Dhe për dhënë është thjesht një mesazh që i jepet përmes kësaj mbështetje, mesazhe të cilët lidhen pikërisht me ata që Irani kërkon, por që edhe SBA-ja dhe Izraeli me fjalë SBA-ja dhe Izraeli në këtë rast dhe jo vetëm marrin mesazhin që pas Iranit nuk është ai vetëm, se kjo është e pamundur që të vazhdohet një konflikt i tillë pa një mbështetje një fuqie të mëdha, dhe në rastin konkret gjithë e kemi ditur dhe ka qenë evidente që pasaj është Kina dhe Rusia, madje Rusia u akuzua dhe ligjërat drejt për share information, për atë që i dha dhe informacion dhe koordinatat e objektivave strategjik dhe të bazave të SBA-s në lindje mes Iran, gjë e cila u mënyrë kategorike u mohua si e tillë, por që në realitet ato ekzistojnë në kuadrin e marrëdhënie partneriteteve që ka në çështjet e interesit strategjik, dhe këtu përfshihen çështjet e sigurisë, çështjet e mbrojtjes në gjitha dimensionet e këtyre marrëveshjes. Tani pse këto lloj marrëveshjes dhe marrëdhënies ngelen e konfidenciale sekrete mes palëve, por që në realitet pas tyre janë pikërisht çfarë? Janë pikërisht këto aspekte, në furnizimet me infrastrukturë ajrore, ato toksore, detare,
kuptohet edhe asistimi me trajnime me logjistik, të cilët në kohën e luftës janë prezente. Kemi parasysh edhe konfliktin që po ndodh në Rusi-Ukrainë. Rusia përballet me çfarë? Me një aleancë kundër saj nga gjithë shtetet anëtare të NATO-s, SBA gjithashtu me Ukrainën dhe po lufton përballë tyre. Ani pse nuk thuhet që është një konflikt i hapur mes një bloku dhe një tjetri, por është një konflikt midis dy shtete, Rusi-Ukrainë. Po pas realitet ekziston, është një konflikt i midis bloqe. Si i tillë do parë edhe konflikti edhe Iranit me SBA-n dhe Izraelin, po jo vetëm, ku pas saj janë pikërisht këto bloqe, të cilët e mbështesin underground në mënyrë të dukshme apo jo njëra tjetrën. Qartë, mirë, Zolezi, për të mbyllur, nëse presidenti i SBA-s Donald Trump do të rifillonte sulmet ndaj Iranit, sa do të ndryshonte ky furnizim i ri ushtarak nga Kina të gjithë situatën në Teheran? E nderuar, sulmet kanë vazhduar në mënyrë të vazhdueshme dhe ne nuk kemi parë një rezultat dëshirueshëm të arritjes objektive nga SBA-ja, edhe pak të mbështetje, pak të furnizim të Kinës. Nëse do të vazhdojnë këto sulme dhe njëjta strategji do të jetë të vazhdojë, nuk do të kemi ndonjë ndryshim rezultati, aq më tepër kur thuhet që pas Iranit tashmë është një furnizim i vazhduar dhe mbështetje e vazhdueshme e Kinës dhe i bën një farë mënyrë që të interferohet apo të bëhet palë ndër luftuesin në rastin konkret Kina, në sensin asaj që po merr pjesë përmes mbështetjes, përmes përkrahjes, përmes furnizimeve me Iranin dhe kemi parasysh një mbështetje e hapur, atëherë do ta ndryshonte edhe ekuacionin e lojës dhe luftës me përfshirjen edhe këtyre interesat e këtyre aktorëve, gjë e cila në një farë mënyrë do ta vështirësonte ekuacionin dhe do ta bënte pamundur për SBA-n dhe për perëndimin arritjen e objektive dëshirueshme për pushimin apo për mposhtjen e Iranit, sepse në një farë mënyrë do të prekesh edhe kreda apo ajo e Kinës në rastin konkret. Dhe nuk do të kemi rezultate, por thjesht vetëm do të futesh, ekzistonte edhe një skenari e eskalimit dhe përshkallëzimit të konfliktit, aq më tepër në kushte që Irani do të rriste kapacitetet e saj për shkak të kësaj mbështetjes. Kemi parasysh që edhe Irani i ka shfrytzuar, po themi, të gjitha mundësitë e veta, atë që gjeografia që ka dhënë përmes kanalit të Hormuzit, e cila është një bombë atomike, ekonomike e tij, si një instrument për të përdor edhe për asimetrin, si kundër kapacitetet e saj për të reaguar përmes dronëve, përmes raketave, të numrin dhe shumë aspekte të tjera i aktivizimit të proksave dhe një situatë mbështetje të fuqishme të Kinës dhe të hapur, kemi parasysh do të rriste edhe fuqinë edhe morale dhe politike të Iranit, edhe do të jepte zemër më tepër dhe do të forca të saj mbrojtëse dhe jo vetëm do të përmirësohet, do të rritesh pa ajo reaguese dhe sulmuese dhe si e tillë ekziston mundësia edhe për shkallëzimit të lufte duke u përfshirë edhe gjithë shtetet e lindjes mesme, të cilët në asnjë rast nuk e dëshirojnë eskalimin e konfliktit, por janë të dëshiruara, po pëlqejnë në skenarin e armëpushimit dhe paqes, dhe paqes. Dhe përballë sulmeve nuk do të kemi të fituar, sepse reagimi do të jetë një lloj. Madje mund të themi që kosta e Trumpit do të jetë më e madhe në aspektin politik. Kemi parasysh që afrimin e zgjedhjes apo rritjen e debatit publik dhe kritikëve lidhe me çfarë me zërat të cilët e kritikojnë luftën dhe vazhdimin e saj për shkak të kostot të mëdha që ka. Dhe kemi parasysh janë disa fronte të hapura të luftës, jo vetëm ky i Iranit ku SBA-ja është e përfshirë drejt për drejt dhe nuk po arrin ato objektivat e shënuar sipas edhe marrëveshjes të forcuar, por kemi edhe një luftë të hapur e të pambyllur për kaq vitesh me atë Rusinë dhe Ukrainë, ku SBA-ja qëndron pas saj, madje do të thoja që është qelësi kryesor edhe për arritjen e paqes dhe marrëveshjes atje me Rusinë.